E papritur në Big Brother VIP Kosova, banorja humb dijen dhe përfundon në spital. Një situatë e papritur ka tronditur shtëpinë e Big Brother VIP Kosova ditën e sotme. Banorja Alba Pollozhani ka humbur vetëdijen gjatë qëndrimit në shtëpi duke shkaktuar shqetësim të menjëhershëm tek stafi dhe banorët e tjerë. Sipas raportimeve, gjendja e saj ka kërkuar ndërhyrje urgjente. Alba është transportuar me shpejtësi drejt një spitali privat ku aktualisht po trajtohet nga ekipi mjekësor. Burimet bëjnë me dije se ajo po i nënshtrohet gjitha ekzaminimeve të nevojshme për të kuptuar shkakun e këtij incidenti. Mbetet e paqartë nëse ky episod do të ndikojë në vazhdimsinë e Albës brenda programit dhe në rrugëtimin e saj gjatë spektaklit.